Mirëdita, jeni me emisionin në Fokus në minutat vijues me ju në Mendu Hysa dhe Berion Mustafa. Ka dështuar seanca konstituive e legjislaturës së 9 të Kuvendit të Kosovës dhe kjo pasi nuk u arrit miratimi i raportit të Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe korumit. Në studio me ne është Naimi Akaj, hulumtues i lartë në Institutin e Kosovës për Drejtësi, me cilin do të diskutojmë për procedurat të tjera të cilat do duhet të ndiqeshin drejt konstituimit, që do të shonin drejt konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Studio Akaj, faleminderit që jeni pjesë e studios tonë. Fillimisht si komentohet procedurat e sodit që i pam që nuk u arrit të konstituohet Kuvendi i Kosovës për herë të parë. Po mendoj që sot. Atëherë faleminderit edhe një herë për ftesën. Shqeni, seanca e sotme është seancë formale, ceremoniale, solemne, në kuptimin që konstituohet Kuvendi dhe nëse sheni edhe praktikat e mëhershme, përveç një praktike që ka qenë në vitin 2014 dhe në vitin 2017, po gjithherë nuk zgjat më shumë se 30 minuta, 40 minuta dhe është formale në kuptimin që tashmë dihet me akt gjykim gjykatës kushtetuese kujt i takon pozita e parlamentare, dihet kush është nënkryetari, ka pasur edhe një akt gjykim gjykatës kushtetuese për njërin nga nënkryetarët në vitin 2014, domthonë është rruga e skicuar, e vizatuar nga gjykata tashmë dhe nuk ka ndonjë problem që do të shfaqej. Ne kemi prit një problem të tillë sot që u shfaq me verifikim të mandateve, por nuk kemi menduar se ka vota që deputetët nuk e votojnë këtë raport të Komisionit të Përkohshëm për verifikim të korumit të mandateve. Po sepse Lidha Demokratike e Kosovës tha që do ta problematizoj këtë çështje, i ka 2-3 javë kur e ka bërë këtë çështje dhe ne kemi prit që do të ketë, po kemi prit që do të kaloj, sepse do të jenë votat e lëvizjeve vendosje të komuniteteve dhe bëhen 61. Po interpretimi jonë që dallon prej opozitës legjislaturës së 8, që i bën prej PDK-s edhe LDK-s, është ne kemi thënë që nuk është problematike deri në betim çështja e papajtueshmërisë së funksionit. Pse nuk është problem? Sepse me ligjin për qeverinë, atje thuhet që qeveria kalon në detyrë. Ndërkohë tek Kushtetuta e Kosovës janë dy nene. Një nën 66 paragrafi ne ku thotë që Kuvendi e fillon mandatin në ditën e seancës konstitutive, pra rrjedh mandati prej asaj seance, që i bie 4 vite deri në seancën e fundit që në datën e ardhshme brenda 4 viteve, sikur të ta zëm, 22 mars është konstituuar, 22 mars 2025 ka përfunduar. Dhe ky mandat pas kalimit të këtij mandati ti kalon në detyrë, që i ushtron disa funksione kryesisht simbolike dhe punët e përditshme që kemi bërë si qeveri, përveç marrëveshjeve ndërkombëtare, të cilat kërkojnë ratifikim nga ana e presidentës. Por, në këtë aspekt, ne kemi konsideruar që dispozita tjetër që është 70 paragrafi 1 ose 2 me atë sa po kujtohet, është që thotë mandati i deputetit fillon ditën e certifikimit. Aja po besoj që kur është shkruar kushtetuta ka me si dispozit, teknikisht gabim, dhe tashmë po interpretohet si mandatin deputeti e fillon prej ditës së certifikimit. Nuk e fillon prej mandatit. Ai certifikohet, po me ushtru, nuk e ushtron deri në konstituim, deri në betim. Se që asot nuk e ushtron, asnjëri për tyre. Rrjedhimisht ne kemi konsideruar se kjo nuk përbën konflikt të interesit dhe mund të shkohet me betim, e pas betimin, në momentin që betohen, ata duhet ta kenë një letër të gatshme që japin ndërheqje për arsye që kanë marrë pozitën e deputetit, e nënshkruajnë e protokolojnë pranë kryetarit të ri të Kuvendit dhe kryhet kjo procedurë dhe pasaj qeveria fillon me punët e veta të përditshme, por duke ushtruar nga zëvendës kryeministrat ose zëvendës kryeministri dhe ministrat ose zëvendës ministrat në detyrë. Ta zëm Libun Aliu mund ta ushtrojë në detyrën, sepse ai nuk ka qenë nuk është deputet dhe nuk ka kandidatuar për deputet dhe zëvendësat ministrat e të tjerë. Për këtë arsye ne kemi konsideruar se kjo nuk është problematik edhe ligjore edhe kushtetuese dhe nuk përbën konflikt të interesit. Pse u bë problem pra në këtë rast? Opozita ka të drejtë që me interpretuar në mënyrë të tjetër ligjin për qeverinë, për cilën e ka votuar edhe vet edhe ajo edhe qeveria aktuale, shumica parlamentare e kësaj qeverie. Po i referoni këtij dispozitës nuk e ka votuar. Nuk e ka votuar, po kanë marrë pjesë në amandamentim në mënyrë aktive, kanë marrë disa pjesë të LDK-s dhe të PDK-s, domethënë kemi qenë në grup punues, kanë marrë pjesë, përderisa se kanë votuar, kanë marrë pjesë në mënyrë aktive në këtë ligj. Dhe nuk ka qenë problematik ta zëm për shembull kur është nëse është në lexim të parë, lexim të dytë, nuk ka qenë problematik, nuk ka qenë amandament i opozitës ta zëm në këtë çështje. Por çka vrehet sot është që së paku ndoshta për ta hequr merakun ose këtë merakun ligjor
opozitës, vani partive LDK, PDK dhe AK, ndoshta të duhet që kryeministri dhe ministrat ta bënin më të qartë në letrën që ja kanë dërguar kryetarit të kuvendit, që në këtë rast nuk do duhet t'i drejtohej kryetarit të kuvendit, por do duhet zotënit Deharit, thonë kryesuesit të seancës konstituive, atij t'i drejtohet letra dhe të bëhet të qartë. Por në letrën që është dërgu, aty lihet pak në kuptimin që nuk po japim ndërheqje, po e kemi treguar këto me 27 mars, tonë është letra ndërheqje, do të thonë letër tamam në titull ndërheqje, dhe ndërheqja është individuale, nuk mund të jetë. Pse është bëhet ky taktizim qoftë nga ministrat, po mendoj nga kabineti qendror, ndoshta kjo mund të jetë nga opozita. Ndoshta mund të jetë taktizim politik, se sa juridik po interpretohet, po në kuptimin ndoshta është bërë për me pas se sa numra i ka pushteti. Por kjo nuk është ne nuk e shikojmë këtë aspekt. Ne shikojmë në aspektin juridik. Opozita, LDK, PDK, AK do duhet që ta votonin sot raportin e Komisionit për verifikim të quorumit dhe të mandateve, sepse është formal. Çfarë bën ky komision? Vetëm ka marrë letrat, listat e KQZ-s që i ka dërguar për kuvendin, me i verifikuar në raport me listën e nënshkrimeve që ndërzu, me prezencën edhe të konstatoj që ka quorum në atë seancë, mandatet janë të verifikuar, nuk është dikush që nuk është, sepse kur kush nuk shkon, në fakt edhe nuk e lejojnë për një tjetër në atë seancë. Donë ka qenë formale që do duhet të testohej, edhe nëse do duhet të testohej, është dashur që pas konsultimeve që u kërkuan prej zotit Deharit, është dashur që partitë LDK, PDK dhe AK të konsiderojnë ose të marrin besimin ose premtimin e kryeministit që menjëherë japin ndërheqje prej kryeministrit dhe ministrit, po dhe nëse nuk do ta bënin. Prap këto do të hapë rrugaj për kontestim ligjor, edhe në Agjencinë për parandalim të korrupsionit, edhe përmes procedurave të tjera ligjore pranë prokurorisë edhe gjykatës, sepse shqyrtoni certifikimi i zgjedhjeve është bërë. Është dashur nëse ka pasur papajtoshmëri me funksionin, është dashur të tre partitë me dërgu në Agjencinë për parandalim të korrupsionit pas certifikimit. Ne kemi pasur mundësi ta bëjmë, ta raportojmë një gjë të tillë, por nuk e kemi bërë sepse kemi besu, edhe besojmë që interpretimi jonë është i drejtë, edhe fundi mbrapa është ky, në kuptimin që kjo do të jetë interpretimi i fundit edhe ndonjë gjykate ku nuk ka papajtoshmëri me funksionin deri në betim. A prej betimit po. Ne kemi kemi qenë sot të gatshëm në rast se kryeministri Kurti nuk do të jepte ndërheqje, kryeministri në detyrë nuk do të jepte teknikisht që të mos shkoj as në zyrë, ne do ta përgatisim procedurat, do të rreshim gati gjitha procedurave ligjore sot më një herë, pas kishim marrë konfirmimin që nuk ka dhënë ndërheqje, ne kishim nisur procedurat, por nuk ka pasur. Mendu? Çfarë kemi hyrë në të panjohura tash më shumë, apo gjërat janë qarta në kuptimin se si do të procedohet dhe çfarë mund të rezultojë në atë që ju parasit hynë më thatë që janë 40 tetor për të mbledhur sërish kuvendi. A mund të prodhoj të themi ndonjë rrugë të panjohur deri më tash, apo janë gjëra të qarta se si do të procedohet? Tash për pak ne lëshojmë edhe një komunikat ku tregojmë që kërkesa drejtuar zonës Osmani, presidentes Kosovës, nuk është e duhur nga ana e kryesuesit të seancës së sotme. Rrjedhimisht presidenti do duhet që t'i kthente përgjigje të njëjtit në kohë shumë të shpejtë, që presidenti nuk ka asnjë rol. Ai ka kryer punën e vet. Pra zoti Dehari është ai figura kryesore që tashmë ndërmjet 48 orëshit deri në 48 orë ai vendos se kur do të thirret seanca. Ndërkohë në 48 orë kuvendi mblidhet detyrimisht edhe pas zotit Deharin. Sepse nëse Dehari nuk vjen në orën e 48, nuk është ai aty, është deputeti tjetër që është më jetër që zëvendëson në parlament. Në këtë drejtim zoti Dehari ka funksion ose diskrecion deri në 48 orë. Po në 48 që mblidhet kuvendi vet, edhe nëse ai nuk vjen një deputet tjetër që është më i vjetër, i cili do qoftë ai, por deri më tani rruga nuk është shumë e paqartë. Por ne si PD presidenti do duhet të kthente përgjigje që nuk është autoritet që interpreton ligjin. Po flasim për opinionin i cili na dëgjon këtë. Për opinionin rruga është shumë e qartë. Përveç që ne kemi prit paqartësi ose probleme të tjera në kuptimin që nuk do të ketë propozim të kryetarit të kuvendit që do duhej pastaj prap gjykata kushtetuese të mirë me ndonjë interpretim të ri
në kuptimin e afatit kohor, se jo se kujt i takon, po kujt i takon deri në një moment. Ose a i takon dikuj tjetër pas seancës konstituive. Në qëtë aspekt po në aspekt kështu nuk ka të paqarta. Raporti i komisionit është dashur sot të votohej, të fillohej me konstituim, në rast se nuk do të jemi ndërheqje kryeministri dhe ministrat, atëherë po sot pa opozitën do të dërgonim letër agjencisë për parim të kundër korrupsionit dhe do të kërkonim nga deputetët opozitorë që të dërgonin në gjykatën kushtetuese këtë vendim të Kuvendit të Kosovës, për me dhe për mund nxjerrë një president. Por rrjedhëmisht këtë është më e bllokon punën kogja shumë për shkak që nuk ka raport të verifikimit, po unë besoj edhe ne besojmë që presidenti nuk do të jetë e ngathet në këtë drejtim, do të jetë më shpejt për me dërgu një shkresë që ajo nuk ka ndonjë përgjegjësi që Kuvendi ta konstituojë. Gjykata gjykata ka thonë kushtetuese është detyrë e deputetëve me votu për, kundër ose me abstenu dhe është detyrë e Kuvendit me i zgjidh organet e veta. Por tashme që zoti Kurti ka dorëzuar dhe kabineti qeveritar ka dorëzuar letrën me cilën ofrojnë dorëheqjen e tyre dhe kalojnë qeverinë në detyrë, është e qartë apo jo? Shqipëria qeveria në detyrë është për 22 marsit. Për 22 marsit, por në letrën në dorëheqje duhet të jetë tash. Po tash në dorëheqje, për shkak tash nuk bëhet fjalë për qeverinë në detyrë, po për shkak si person, si individ, si kryeministër, nuk guxon tash të shkosh në zyre më. Sepse ma nuk je... Nuk mund është dy funksione me ushtru. Por pas dhënies së betimit, apo? Pas dhënies së betimit, do më është në momentin që i pët betimi. Se shqoni, edhe në të kaluar, kur ka qenë kryeministri Thaçi, e kemi praktikun kur në seancë ka qenë edhe kryeministri në detyrë, për shkak që ka dhënë dorëheqje ose është shpërnda Kuvendi ose ka dhënë qeveria dorëheqje dhe kryeministri Kurti, kryeministri Thaçi në atë kohë është betu edhe duke qenë edhe kryeministri ka dhënë dorëheqje. Mbi këtë arsye po themi që është gabim edhe interpretim i gabuar se si po interpretohet nga tre partitë. Në ndërkohë ka një gabim edhe ka një problem në letrën që është shkruar nga kryeministri të letër të dorëheqjes. Letra duhet me shkruar letër individuale të dorëheqjes pranë zotit Deharit dhe kjo do të mund të bëjë nga kryeministri dhe secili ministër. Secili ministër që është pjesë e Kuvendit. Që është pjesë e Kuvendit, që do të bëhet pjesë e legjislaturës së madhe dhe kjo të tregoj. Por opozita interpretoi kështu, unë besoj që opozita, shumica parlamentare do duhet t'ia bënte sot që të jepte dorëheqjet dhe të ju të kënaqte opozitën. Por ti tregonte se ne do t'japim dorëheqje më njëherë pas e çka tash në seancën tjetër brenda këtij diskutimi. Po. Vesh ndalim. Pse sipas jush pse nuk është bërë kjo nga qeveria aktuale? Edhe kjo është kalkulim politik elektoral. Edhe në letrën e Kurtit vërehet që ka si me thonë disa nuanca në kuptimin që të mos duket si letër që është dorëzuar ose si letër që ka dhënë dorëheqje, si letër. Po është dorëzim ajo, është dorëheqje. Po duket ai që ka dhënë, sepse thotë që nga data 27 mars efektivisht unë nuk jam më kryeministër, për 22 marsit nuk jam qeverinë e detyrë dhe ato gjëra nuk janë të nevojshme. Ato janë vetëm në pajtim me ligj për qeverinë, procedura teknike ligjore. Bla bla bla, kështu dy të rreshta dhe nuk ka nevojë me u arsyetuar dhe me shkruar diçka për të cilën publiku mund të konsideru ty si të dobët si person publik që je më i lartë në kuptimin që marr shumicën parlamentare dhe njëri më i votuar në Kuvendin e Kosovës, në Kosovë tani për tani. Tash brenda këtij 48 orësh kur pritet të mbledhet Kuvendi, cilat janë procedurat teknike që do të ndiqen? Teknikisht është kështu, Kuvendi mund të mbledh sonte, mund të mbledh nesër. Por meqense tashmë ka një shkresë nga ana e do të ketë një shkresë, siç u tha nga ana e Deharit në drejtim të zonës Osmani, atëherë Dehari po besoj që do të pret përgjigjen e saj. Po nëse nuk ka përgjigje brenda 48 orëve, Kuvendi do të më mbledh detyrimisht në seancën në ora 11:10 ose 15 kur sot kur filloi tamam seanca në atë minutë, në atë kohë. Edhe aty prap të kërkon te kryesuesi që nga partia më e madhe parlamentare që në fakt të kërkoj votimin e raportit të komisionit dhe të vazhdojt
më tutje. A ka shans të përsëritet prap situata apo tash me rastin e dorëzimit letrës? Jo, ka mundësi prap sepse opozita po pretendon, edhe po thotë që letra nuk është e qartë. Partitë e dyta, treta, janë barikaduar në interpretimin që aktualisht janë duke ushtruar dy funksione. Por me atë sa po në një intervistë në një prononcim të zotit Peci nga qeveria, nga si ministrën e detyrë që është deri më tani, ai tha që edhe kryeministri edhe ai do të shkojë në zyrë edhe pas vetimit. Domthonë është për mua ke problematike dhe pastaj jep edhe argumente shtesë opozitës që në rast se nuk jepen ndërheqje siç duhet, ose edhe nëse japin ndërheqje ashtu siç po themi edhe ne, atëherë ata do të shkojnë prapë në zyra dhe të shtojnë këto funksionet e përditshme, se ju ndonjë funksion tjetër. Ai bie që aktualisht dhe qeveria në detyrë po kalkulon politikisht. Po duket ashtu se ministri Peci tha që ne do të shkojmë në zyra. Kjo përbën shkelje ligjore. Për ne është shkelje ligjore, shkelje shumë e rëndë ligjore e pozitave publike, sepse nuk mund të ushtru dy pozita të njëjtën kohë, thonë as paga nuk do duhet me dal, edhe nëse del po, edhe nëse nuk del paga, prapë është ushtrim i dy funksioneve, thonë që është konflikt i pastër, artikuluar interesi, dhe për këtë ne do të rrim kogja gati në raport me procedurat ligjore, do të ndjekim në mënyrë që me pas efekt edhe sistemi i drejtësisë, organet gjyqësore sa më shpejt me vepru që me urujt interesi publik edhe mos me pas papajtëshmëri të funksionit publik mes të këtyre dy poziteve, po deri më atëherë ne nuk kemi pa deri më tani ushtrim të dy poziteve. Në rast se do të ketë ndërheqje të eksplicite, siç po kërkon nga LDK-PDK, edhe nëse shohim edhe vërejmë që ata janë duke ushtru e shku në zyrë, edhe duke tregu ose marrë veprime që janë ekzekutive qeveritare, atëherë ne normalisht që do të shijojmë të gjitha mundësitë që si shoqërinë civile me i adresu në rrugë ligjore. Ky 48 orëshi, nëse do të përsëritet brenda këtyne 48 orëve tjera, do të përsëritet i njëjti skenar që pam sot. Pastaj është një 48 orësh tjetër apo? Po, është prapë një 48 orësh tjetër deri në konstituimin e kuvendit. Kjo mund të merr kohë. Kjo është pozitive, kjo mund të merr kohë pavarësisht sepse sipas gjykatës gjykatës kushtetutës, po dhe kushtetutës, sepse kur është bërë kushtetuta, është konsideruar që deputetët që shkojnë atje prej 120 janë më të mirët, janë më të ndershmit, janë më përfaqësuesit, janë më reprezentativët, edhe nuk është e nevojshme që me vizator rrugën hap pas hapi që vizator. A mund të interpretohet si e qëllimshme nga ana e partive politike, ndoshta për të fituar numër kuptimin e votave, për të siguruar numrin për kryeparlamentar? Ajo mund të jetë se ne nuk pom as kandidat për kryetar të kuvendit, nuk pom as kandidat të spoku spekulativ, që të jetë njëri pak ma i parafort ose ma i sakt. Kjo mund të jetë gjë që për ne si IKD edhe për mu personalisht është nuk o tipar i mirë i një sistemi të Republikës parlamentare që ashtu që shimi ne, sepse kryetari kuvendit dihet që du të marrë pajtimin edhe konsenzusin e të gjithëve, dhe kjo do duhet të bëhej pa ndonjë problem emri i tij. Nuk e patëm emrin mron, po ndoshta do duhet të bëj emri publik sot që në mëngjes, por që në mungesë të një koalicioni. Se praktikat e mëhershme të paktën është ditë emri, propozimi për kryeparlamentar është ditë emri për kryeparlamentar, por është një prononcim i kryeparlamentarit Konjusa në kryetarit të vendosjes në ditën kur u mbaj takimi për përgatitjen për këtë seancë, kur thotë që pozita e kryeparlamentarit do të nënshtrohet edhe principit të lidhjes të negocimit të marrëveshjes me ndonjë parti tjetër që në atë kohë ishte flite për marrëveshje me LDK-n, se ishte letra që ishte drejtuar LDK-s. Edhe në këtë princip ai thotë që pse shkojmë në zgjedhje, që unë nuk pajtohem me ato, pse ne shkojmë në zgjedhje është që shkojmë për me zgjedh qeverinë. Ne shkojmë në zgjedhje për me zgjedh kuvendin. Me zgjedh deputetët që e prodhon presidencën, qeverinë edhe organet e tjera ekzekutive edhe të pavarura, por nuk shkojmë në zgjedhje për me themelu qeverinë. Qeveria po normal, po na jemi republikë parlamentare, dhe ai e din këtë më së miri, por ai e tha si qendrim, si deklaratë që ne nuk bëjmë, nuk propozojmë emër të kandidatit për kryetar të kuvendit pa e ditur marrëveshjen e cila do të mund të bëhej në atë rast me Lidhjen Demokratike të Kosovës, sepse për me nismën socialdemokrate
emri do duhet dije sot. Pati spekulime në media, po ishin në nivel spekulimesh. Media po ajo shihet qartë që nisma ka shpreh qëndrim që mund të jetë me qeverinë Kurti, në kuptimin me këtë shumicë parlamentare me lëvizjen vendosë, edhe të mos ketë probleme të natyrës që të mos e votoj. Donë votat, po këto nuk janë prapë po them të mjaftueshme dhe duket sikur nuk kanë qenë tamam 61 vota për me votu kryetarin e kuvendit, sepse për herë të parë edhe në historinë parlamentare, po shihet që tashmë komunitetet kanë kërkesa jo pak më shumë se sa herat e kaluara, por kanë rol më shumë se sa herat Po dhe kërkesat janë më të mëdha. Po kërkesa e zonës Dudapale ka qenë edhe më herët, një komunë. Kërkesa e zonës Berishës ka qenë prapë më herët që më pas provasim në ministri. Prapë është e njëjta, por siç duket tash ndërrimi që po në disa mesazhe në telefon, u po që është problem zonja Emilia Regjepi që ndoshta nuk do të jetë në kryetare e kuvendit që me ndërru edhe me shu zonja Baljen tek pozita zëvendës kryeministrit, sepse ta them në rast se zoti Kurti do t'i bënte 5-6 zëvendës kryeministra, atëherë do dukej njëjtë sikur se qeveritë e kaluara me zëvendës kryeministra, me zëvendës ministra, me koordinator të në kuadër të qeverive të zyrës së kryeministrit që ka pasur marrë. Por ajo që kemi parë sot është edhe një gjë tjetër që praktika e negocimit ose pazarit për ministra, për pozita nuk ka ndruar në raport me qeverisjet e kaluara. Domethënë është vazhdu trendi i njëjtë. Nuk është bëu mohabet sot për me votu kryetarin e kuvendit për çështje hajde se cilët janë tiparet e tij. E ati kandidati, ose cili do të jetë, por do ta marrë pozitën e zëvendës ministrit në Ministrinë të Shëndetësisë ose Ministrinë të Mbrojtjes, siç ka zoti Damka dhe siç ka me zoti Elbert Krasniqi që do ta votojnë 4 deputet listës serbe ose deputet të tjerë. Domthonë është prap debati që në nivel të qeverisë, të përfitimeve të pozave që në vetvete kjo nuk është ndonjë mëkat. Pse është pjesë e politikës. Por bëhet fjalë vetëm për këto pozita. Por neve nga njerë na detyron neve, po mënoj qytetarët e vendit, na detyron të mendojmë, na shtyn fakt të mendojmë kur shohim këto insistime në pazarit të tilla, jo parimore shpesh herë, atëherë ne fillojmë të mendojmë se këtu në vendin ton dikasterët ekskluzivisht paraqesin privilegje asnjë përgjegjësi. Mbi të gjykuar edhe mbi të kaluar. Sakt, por unë po them praktika do duhej me u ndryshu. Praktika do duhej me u ndryshu, veçanërisht me lëvizjen vendosje që ka qenë ju ideatorja, po se ideator është shumë më herët janë parime demokratike, po aja që kur të vjen në pushtet komi ekzekutu ato parime. Ka insistu që komi ekzekutu ato parime. Në ndërkohë, këto parime sot nuk u dëkën. Edhe, pra po them, përveç që komunikimi nuk e direkt me kryeministrin edhe me ministrat, ke komunikim kështu ndërmjet komuniteteve se çka po bëjnë për me ju afru qeverisë, po përmes negocimit që nuk dije se me kënd po bëj. Se kur sa nuk dije komunikimi me kënd po bëj në raport me ministrin Elbert Krasniqi, nuk dije me kënd po komunikon ai. Po dije që po komunikon me AK. Kush është AK? Përveç se ekonomiministri Kurti. Në këtë drejtim ne po pozitat janë të rëndësishme, po pozitat janë funksione që për me i kry përgjegjësitë edhe që i ki kushtetuese, edhe për premtimet elektorale edhe për premtimet ose për programin qeverisë që kemi meratu në qeverinë e Kosovës, por ato do duhej të ishin pjesa e dytë në mënyrë që programi ta pasqyroj individin. Donë i shkodosh me reflektu, unë nuk mund të shkoj tash ta të bëhem pjesë e negociatave për me drejtu Ministrinë e Bujqësisë. Se nuk e një as pesticidet, as subvencionet aty, nuk e një këtë pjesë. E ata ishte dashur që programi me i pasu emrat e përveçëm të ministrave, kabinetit qeveritar. Në këtë aspekt edhe komunitetet, sepse zona Balja ka kërku komunë. Ne kemi komuna Pasjak, Ranjello Kanej ku janë 5.000 banorë që janë bërë komuna. Jo të qëndrueshme, por ato kanë dalë si pjesë e pakostatësore dhe një proces këtë tjetër. Tash, as nuk ka një konsult, ka një debat që ka ndodhur javët e fundit ose 2 vitet e fundit pse vijnë
komuna e Reçanit, më duket apo? Po. Cila është rëndësia e asaj komune? Se ndoshta është rëndësia. Por të paktën të ketë debat publik. Po na nuk e dim. As nuk e dim për zonës Balje, as nuk e dim qëndrimin e kandidatit për kryeministër zotni Kurti, se pse nuk bën tash ajo me u bë e pse bën me ekzistu disa komuna tjera. Për në aspektin legjislativ, kjo çështje pastaj a vlerësoni që do të decentralizonte më shumë, jo decentralizonte, do të largonte komunitetet mes vete në Kosovë, do të centralizoheshin si në enklavat veçanta? Për këtë arsye po them nuk ka një debat. Sepse doon është në parim, është thonë, doon është ma jep komunën, ma jep pozitën e zëvendës kryeministës, unë bëhem me ty. Dhe kjo nuk është e drejtë. Pas nuk ka një debat, sikur se ta zëm zotni Kurti, është dashur ta zëm unë po flas tash po folim për standard demokratik, edhe po flasim për standardet të Suedisë e të Finlandit, Norvegji, ose Zvicrë, Gjermani. Edhe ne po flasim në standard, ndoshta do duhet kryeministri të bënte konsultim publik për këtë, sepse këto ka ditë para një viti që ka si kërkesë, hajde po ulemi edhe po bëjmë një debat dikun, on televizion, on një diskutim publik këtu në bibliotekë, ose ku do të qoftë tjetër, edhe hajde po bëjmë këtë. Ju si IKD keni përcjell, domethënë çështje të ngjashme ose çështje si kjo, konstituimi i Kuvendit të Republikës. Shtetet apo zhvillimi demokratik i një shteti matet edhe me zgjedhje, është ashtu. Po. Me procesin zgjedhor si tërësi. Zakonisht që 15 vitet ndoshta të fundit Kosova ka pasur procese të rregullta dhe të paktën në rajon janë përmendur si shembuj që duhet ndjekur. Sakt. Kjo e fundit. Zhvillimi i fundit, i sotmi, a shënon një hap mbrapa si perceptim? Si perceptim, zhvillimi i sotëm na kthen në vitin 2014. Në kohën kur u pat blloku atëherë Vlan. Në këtë situatë aktualisht do si proces teknik, se ndoshta si politik ende nuk është deri aty, po si proces teknik na kthen deri aty që mund të ketë në pambarim 48 orëshat mund të ketë edhe më shumë afat ose prolongim të procesit. Por si problem neve na kanë si fenomen në situatën e vitit 2014. Shoqëri. Ne në mungesë të konsultimit të Kuvendit për me miratu një ligj, ne ende nuk kemi marrë disa funde që i ka marrë edhe Republika e Serbisë, edhe disa republika tjera në Ballkan që nuk i kanë marrë fundet, që ata i kanë marrë fundet dhe ne nuk kemi marrë. Për shkak të mungesës qeverisë të Kuvendit. Unë nuk e zgjata pyetjen, po e zgjas tani. Kemi ne këtë komoditet si shtet çfarë jemi, pak a shumë me problematika edhe njohëse, edhe me një ekonomi jashtëzakonisht të dobët, edhe me problematika shumë tjera. Kemi këtë komoditet që të kalkulojmë edhe me gjëra që ndoshta, si shtatë edhe ju, mund të kaloheshin pa fije problemi sot. Pastaj konstituimi i qeverisë, pastaj themelimi i qeverisë. Neve na pret një rrugë që shumë afër për antarësimin në Këshillit të Evropës. Do tani se 7 maj, se diçka para ditë kësaj gjë. Edhe ne nuk kemi konstituim të Kuvendit, është 15 prill. Sepse edhe konstituimi i Kuvendit do të marrë procedura parlamentare, komisione parlamentare, nënshkruar, deri teknikisht derisa të bëhet gati duhen 4 muaj ditë. Edhe qeveria derisa të ulet, derisa të kryejnë punët e veta. Edhe parlamentin në situata kur nuk kemi gati as me letra, edhe nuk kemi gati as me printer, ku me ditë ndoshta nuk mund me printu letrën shpejt me çuçushke herën e kaluar që nuk pat koordinim për me çuni letër në drejtim të Këshillit të Evropës, kur u tha që u çon në mënyrë të njëanshme. Plus Evropa po përgatitet për luftë. Ata po përgatitet për luftë, po thonë 48 orë siguroni ushqim. Edhe ne ndërkohë këtu na nuk kemi çështje të tjera të energjisë, të ushqimit, të inflacionit, ne patëm që krahasuar në periudhën e vitit të kaluar për 2.9%. Edhe tash ne nuk jemi të gatshëm me i debatu këtu ose me pas veprimet më njëhershme që me i debatu këtu. Jemi ende në sankcione nga BE-ja, në ndërkohë po bëhet problematike heqja e tarifave me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku një procedurë e tillë është kaq e lehtë
sipas Është vendimi është vendim edhe i qeverisë për me pezullu, edhe mundet me marrëveshje ndërkombëtare me nënshkru, sepse ligji për qeverinë e lejon qeverinë për marrëveshje që kërkohen prej presidentit së ratifikim, i lejon qeverisë me mri marrëveshje. Kjo marrëveshje nuk do të ishte problem. Përkundrazi neve do të na vendoste në pozicion shumë të mirë, sepse çelën e kemi humbur për USAID për mbi 124 milionë euro në vet prej organizatave prej departamentit të shtetit të funde për të cilat i ka marrë i ka pezullu Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti Trump. Edhe këtë përdorej kjo marrëveshje si argument që atë fundë me u kthy, sepse pjesa më e madhe këtu në fund ka shkuar në drejtësi, në demokratizëm, në ndihmë grave, te organizatat qeveritare, po i ka shkuar një pjesë shumë të veçët në disa pagesa kështu operative, po pjesa e madhe ka shkuar në drejtësi, gjitha çështjet që lidhen me shumë kuvende. Tashmë ka mbet pa NDI që e ka mbështet në çdo minutë. Edhe para mendoni sikur të jesh shërbëes në tarifat jo në këmbim, sepse po shihet se presidenti Trump nuk hyn në këmbim për këto gjëra, po aq më pak me Kosovën. Aq më pak me Kosovën, po ne besoj që do ta përdorim si argument që spoku diçka të lejuhej në mënyrë që gradualisht deri në fund vitit të negociojë për çështjet. Zona presidenti Osmani ka negociuar për sistemin e drejtësisë marrëveshjen në 35 milionë euro. Ata fundi janë pezullu. Dhe para venoni që në një kuvend as presidenti me asodim nuk ka dërguar asnjë letër në drejtim të kësaj administrate Trump që ato fundet të ktheheshin dhe të përdorin si ta zëm kjo marrëveshje për tregtit lirë, se ne marrëveshje për tregtit lirë kemi me Turqinë. Pse si më të gatshëm ta bëjmë me Amerikën kur e dim që fondet qarkullimi nuk është më shumë se 80 milionë euro, ose është qarkullim i vogël. Nuk është që humbet shumë parë në buxhetin e shtetit. Që humbet shumë parë në buxhetin e shtetit. Përfshi edhe çështjet e tjera që lidhen me dialogun ndërmjet Kosovës. Por e bën një hap më afër Amerikës, një hap më afër, sepse po them ne tash po dëshmohet që ne gjithmonë kemi parë se ne shumë këtë syrin ton. E shohim qysh amerikanët me Kanadën. Donë është çfarë do të mund të ndodhë nëse na nuk jemi në radar fare, donë është kjo problem, edhe thuhet që ne mund me qëndru vetë, mund të mendohet që bëhet problem shumë i madh, përsa do të sa më shpejt me u konstituu kuventi, me pas një qeveri, edhe që i ka të qarta në program qeverisës 2025-2029 nësë rase qëndron në kohën veta kjo qeveri e arshme për shkak të rrugës që do na del çështja e presidentit edhe çështjet e tjera, por me pas rrugë qartë për 3-4 çështje kryesore. Por mos harroni ne kemi tashmë një ligj për pagën në sektorin publik që kuvendi vazhdon me shkelje konstitucion atë ligj tek përvoja e punës 0.5% në 0.25% që ka zbrit përvojën e qeverisë. Edhe tash gjykata ka kërkuar për me u ndryshu ky ligj me një gosht 2024 ka qenë afate, nuk e ka ndryshuar kuvendi. Kjo do duhet të ishte iniciativa e parë, ne kemi marrë premtim nga 2 parti parlamentare aktuale që iniciativa e parë do të jetë kjo, për cilën ne do të ndihmojmë me shkruasi si projekti në mënyrë që më zbatuar gjykimi i gjykatës kushtetuese. Zoti Jakaj, fal. Unë të falenderoj shumë për kohën tuaj. Faleminderit edhe për fjalën. Të nderuar dëgjues, nga Umberian Mustafa dhe kolegu Mendu Hysa, dëgjohemi nesër në po të njëjtën kohë.